Problemi është rruga Rosat e Zogut. Okej. Mbeturinat kanë qenë me ardhen të martën mi marrë, shkan ka 2 javë ditë, nuk vinë të hanën, ta më nishtina kamtat mrena, vinë i marrin, na njësin neve, piqesin të hanë të martën më nxes, piqin qetë, pi derdhin, nuk e di, para 2 muj dite ja kom qunë kryetarit në email, në kryetarit më falë, qa di që ja kom quë, e kom pyti, kom thonë, a i ndjeni për këtë rast, në 8 ora në kësham ja kom quë me njëherë, në 10 natës i ka quë, kompanini ka morë mbeturinat. Deshta më... Po nuk po bëhet me rregull ajo. Ku i bjen, cilën lagje i bje kjo Rasat e Zogut? Rasat e Zogut është mi kantenat për mi fatëmërinën në altë. E di. Ate në altë nuk po mirën me rregull. Po, në fakt, në gjithë Prishtinën është qakurduar. Prishtina si asnjëherë më parë është e mbushur me mbeturina. Për shkak të problemeve që ka komuna me kompaninë e pastrimit, nuk po merren dot vesh. Edhe faturimi është duke ndodhur në 2 adresa. Se qof, faleminderit shumë për këtë telefonat, Arben, do të provoj të flas më vonë me dikën nga komuna e Prishtinës. Faleminderit, Arben. Faleminderit. Kryeqyteti miq është duke e përjetuar vërshim mbeturinash. Bravo.